Doktore Gjeboja ka lindur me 20 qershor 1946 në fshatin Kërnic të Klinës. Shkollën fillore e ka përfunduar në vendlindje, ndërsa të mesmen studimet universitare pas universitare në Universitetin Islamik të Medinës në Arabinë Saudite. Më 1981 në Medinë ka magjistruar me temën Shqiptarët dhe Islami, ndërsa më 1985 ka doktoruar me temën Muslimanët në Jugosllavi. Pas përfundimit të doktoratës është kthyer në Kosovë, ku ka filluar punën fillimisht si imam në qytetin e Pejës, ndërsa më pas ka punuar si profesor në medresen Alaudin, e pastaj në vitin 1990 është zgjedhur kryetar i Bashkisë Islame dhe këtë për 3 mandate me radhë, për 13 vite e ka ushtruar këtë detyrë. Këtë institucion e ka udhëhequr në kohët më të vështira nëpër të cilat ka kaluar Kosova, që nga viti 1990 e deri në vitin 2003. Në fakt, ai është njëri ndër themeluesit e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, ku ka ligjëruar lëndët fik dhe dave. Gjithashtu ka qenë dekan i këtij fakulteti në periudhën 1992 e deri më 2011. Gjatë kohës sa ishte në krye të Bashkisë Islame të Kosovës, ka marrë pjesë në më shumë se 150 konferenca, simpoziume e takime të niveleve ndërkombëtare. Krahas kësaj, ai ka ushtruar një sër detyrash dhe funksionesh tjera si këshilltar i ministrit të shëndetësisë të Kosovës, koordinator zyrtar për aktivitetet bamirëse dhe njerëzore në shtetet arabe, antar në Këshillin e Lartë Botëror për xhamit në Ligën e Botës Islame, ka qenë kështu antar në Këshillin tranzitor kosovar të formuar nga OKB-ja, ka qenë antar i kryesisë fetare në Sarajevo në Federatën Jugoslave, ka qenë antar në Këshillin e Shuras për Eurazi, që udhëhiqet nga Turqia, ka qenë ngarkuar me punë i Republikës së Kosovës në Riyadh, ndërsa me datën 8 maj 2012 është emëruar ambasador i Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite.